Dy kandidatët për kryetar të komunës së Gostivarit, Valbon Limani nga radhët e koalicionit AKI dhe Nevzat Bejta nga radhët e koalicionit Vlen, nisin fushatën zgjedhore. Kandidati AKI-s thotë se kësaj radhe do të fokusohet më tepër te vizita derë në derë dhe shpalosja e ofertës së tij për 4 vitet e ardhshme, ndërsa fushatën do e përfundoj me tubim qendror në sheshin e qytetit. Deri në datën 9 janar, kur mbaron edhe fushata, do të kemi takime të drejtë për drejta me qytetarët, do të kemi në komunikim direkt, fokus do të jetë qytetari. Fokusi duhet të jetë qytetari, ta dëgjojmë zërin e qytetarit, për atë se çka kemi kushtimisht premtuar dhe pjesë e programit tonë, atë kanë parë edhe para zgjedhjeve të 19 tetorit. Mbi gjitha do të jetë një kampanjë korrekte, e qetë, demokratike, dhe do të shpalosim të gjithë idetë dhe mendimet tona qytetarëve tonë. Kandidati i Vlen për kryetar të komunës së Gostivarit, Nevzat Bejta, fushatën zgjedhore për zgjedhjet e 11 janarit do të fokusojë te vizitat në lagjet e Gostivarit, ndërsa do të përmbyll me tubimin qendror në sheshin e qytetit. Do të vizitoj çdo lagje dhe çdo fshat, çdo cep për të marrur mendimin e qytetarëve se çfarë kanë bërë ata për 8 vjet të shkuar, se si ata e kanë vjedhur dhe e kanë shkatruar qytetin e Gostivarit. Unë, sa kam bërë takime, qytetarët janë shumë të zgënjur nga qeverisja Arben Taravarit edhe shumë janë të revoltuar. Edhe ato presin 11 janarin që t'i japin fund kësaj plaçkitje dhe keqpërdorimeve. Zgjedhjet lokale në komunën e Gostivarit do të mbahen sërish më 11 janar për shkak të dështimit të procesit, për shkak të mosarritjes së censusit në 19 tetor.